Drejtoria vendore e policisë së Vlorës ka ushtruar kontrolle intensive në zonat bregdetare, ndërsa ka arritur të godas 2 raste të shitjes së lëndëve narkotike në zonën e Dërmiut. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë vendore të policisë së Vlorës, në bashkëpunim me shërbimet e stacionit të policisë Dërmi, në kuadër të planit të masave për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, veçanërisht në zona turistike, kanë zhvilluar kontrolle të ushtuara në fshatin Dërmi. Si rezultat i kontrolleve të kryera, u goditën 2 raste të shitjes së lëndëve narkotike, për të cilat u arrestuan në flagrancë një 30 vjeçar shtetas malajzian, i cili ishte akomoduar në një prej banesave në fshatin Dërmi. Gjatë kontrollit në ambientet e banesës, ju gjetën dhe ju sekuestruan disa doza të lëndëve të dyshuara narkotike, si kanabis sativa dhe kokainë. Po ashtu arrestua edhe një 22 vjeçar shtetas britanik, të cilit gjatë kontrollit fizik në Dërmi ju gjetën disa doza të lëndës së dyshuar narkotike e kokainë, si dhe disa tableta ekstazi, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë policia bën me dije se tashmë të gjitha materialet janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Ndërkohë në Sarand bëhet me dije se sipas informacioneve paraprake, rreth orës 19:30 të ditës së hënë, në aksin rrugor Delvin Sarand, në vendin e quajtur Stjar, një shtetas 61 vjeç duke drejtuar automjetin e tij tip Toyota, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit duke dalë nga rruga. Si pasojë e aksidentit, 61 vjeçari ka marrë dëmtime dhe është transportuar menjëherë për mjekim më të specializuar në qendrën spitalore universitare të Tiranës, ndërsa ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor ndërkohë po vijon me veprimet për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të aksidentit.